Giuseppe e lindi në Itali, por tashmë prej vitesh ai dhe familja e tij janë zhvendosur në Tiranë, duke qenë kështu të paktet familja arbëresh që zgjedhin të rikthehen përgjithmonë. 10 vjeçari i talentuar mori pjesë në konkursin internacional Pieter Gazi. Jo, kam lindur në Itali, por jetoj në Shqipëri. Një vit bëra solfezh e pastaj vitet e tjera i morra me piano. Ishte shumë e bukur, pata shumë emocione. Me pjesën Pereliz nga Beethoveni dhe 3 pjesë të tjera klasike të tjera. Giuseppe ndihet krenar që është arbëresh. Jam shumë i lumtur të jem arbëresh dhe kultura arbërore është shumë e bukur dhe jam i lumtur të marr pjesë në këto. I frymzuar nga muzikanti Pieter Gazi, ai synon të shkel në skena të mëdha. Profesionet të tjera do të doja astronaut, pëlqej shumë, po pianist s'do ta lë kur. Gjithmonë do jap zemrën për të bërë një pianist shumë i madh. Një pianist shqiptar është Pieter Gazi, që quhet edhe konkursi që tani po marr pjesë. Ai është një pianist që më frymëzon shumë. Giuseppe ishte i shoqëruar nga familja e tij, teksa performoi në piano përpara jurisë dhe ardashësve të konkursit ndërkombëtar Pieter Gazi.